Jemi me ilaçe, jo unë jemi të jemi të sëmurë. I doni ilaçe tua bjerë. Jemi gati të na bjerë të fikë dhe të keni folur me bashkinë. Po, kemi folur. Na çuan i alli. Ja një sekundë. Zonja kryetare, do më falësh një minutë. Që të na çojnë jalli e naftës bie në Këshillin Bashkiak, nuk na pranuan që vendi. E morën vetëm vendimin. Zonja kryetare, do më gjosh një minutë lutem. Më fal. Besoj se keni të njëjtin shqetësim dhe pastaj me radhë. Ne kemi nevojë që të na mbështesni. Hipoteka? Unë ndalova se ju pash se nuk jam në brëndi të çështjesh. Jemi shumë të shqetësuar. Do interesohem, do flas sot. Jemi ata të votave ne. Të them dy fjalë, më falni pak. Të them dy fjalë, jeni në dieni. Një minutë se për ju do flas. Një minutë, jeni në dieni. Jeni në dieni që ç'ke me të. U kam marrë për çështje tjetër, nuk. Për çfarë do lloj çështje këtu vit turp që vini në Vlorë, se Vlorën e keni shkuar me femel. Ja keni hequr të gjitha Vlorës. Dhe t'ju vi rënd që vini në Vlorë. Emër kryetare që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot pik nga atë, ku shkoj? Ku ta çoj malli? Ku ta çoj malli? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me Është në duket në mënyrë arrogancë. Ja kanë dhirë jashtë Vlorë, na kanë dhirë Vlorë. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Ata e kanë miratuar. Drejtorët që po merren e Ne kemi marrë me fjalën e kryetarit të bashkisë. Se ju tre kuptoni që te bashkia ka një plan të saj për zhvillimin e zonave. Në lëni periudhë 5-6 familje që rrinë. Është mesme, jo ka që arrogancë nuk. Kemi bërë një takim me zonjën kryetare. E kundërshtoi javën e natës. Ata që do të çonë tek ish. Hipoteka? Unë ndalova se ju pash se nuk jam në brëndi të çështjesh. Jemi shumë të shqetësuar. Do interesohem, do flas sot. Jemi ata të votave ne. Të them dy fjalë, më falni pak. Të them dy fjalë, jeni në dieni. Një minutë se për ju do flas. Një minutë. Vini në Vlorë, për çfarë vini në Vlorë që s'e keni në dieni? Jeni në dieni që ç'ke me të. U kam marrë për çështje tjetër, nuk. Për çfarë do lloj çështje këtu vit turp që vini në Vlorë, se Vlorën e keni shkuar me femel. Ja keni hequr të gjitha Vlorës. Dhe t'ju vi rënd që vini në Vlorë. Kaq. Po, u lë pa bukë, jeni të gjithë bashkë. Edhe s'di ka gjë kjo, për çfarë vjen kjo këtu që s'di ka gjë? Tani, unë për respektin maksimal kam marrë dhe do flas me të gjitha institucionet. Kemi qenë një hal sepse ne kemi mall, nuk shesin fruta perime, shesin për një kohë të gjatë. Edhe i kemi thënë, kemi kërkuar që para se e duam tregun të prishet të rregullohet, nuk kemi kundra. Për një periudhë 3-4 mujore që ne shesim mallin, se nuk shesim mall të përdorur, ne kemi mall 3, kemi milione, kaq vite që punojmë. Edhe i kemi lënë me kryetare që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot pik nga atë, ku shkoj? Ku ta çoj malli? Ku ta çoj malli? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me Është në mënyrë arrogancë. Ja kanë dhirë jashtë Vlorë, na kanë dhirë Vlorë. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Ata e kanë miratuar. Drejtorët që po merren e po. Ne kemi marrë me fjalën e kryetarit të bashkisë. Se ju tre kuptoni që te bashkia ka një plan të saj. Nuk jemi kundra. Kur vin votat vin me vratën dhe ne ja sqaruam. Që të gjithë. Në një periudhë 5-6 mujore që të shesin mall dhe pak lehtësohemi. Drejtohemi nga barra. Të hidhemi në rrugë, Ne flas tani me kryetarin e bashkisë që ndoshta të bëni. Po jemi 200 familje që rrinë. Është mesme, jo ka që arrogancë nuk. Për çfarë vjen kjo këtu që s'di ka gjë? Tani, unë për respektin maksimal kam marrë dhe do flas me të gjitha institucionet.